Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpadur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, duke konfirmuar renditjen e forcave politike që do të përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës. Sipas rezultatit zyrtar, lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë politike me 53 mandate. Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 22 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. 20 vende në Kuvend u takojnë komuniteteve jo shumicë. Nga 10 mandatet e rezervuara në komunitetin serb, 9 janë fituar nga lista serbe, ndërsa 1 mandat nga partia e Nenat Rashiqit. 10 mandatet të tjera janë ndarë mes përfaqësuesve të komunitetit turk, bosnjak, rom, ashkali, egjiptian dhe goran. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëri të ditur se procesi i rinumërimit të 10% të votimeve nuk evidentoi parregullsi që do të justifikonin rinumërime të tjera. Sipas tij, dallimet e konstatuara kanë qenë minimale dhe nuk do të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Pas shpadhjes së rezultatit, subjekti politik dhe kandidatët kanë në dispozicion 48 orë për të paraqitur ankesa në panel dhe parashtresa. Më pas, PZAP-ja ka 3 ditë kohë për shqyrtimin e tyre, ndërsa vendimet mund të ankimohen edhe në gjykatën supreme brenda fatit ligjor. Vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave dhe certifikimit të rezultatit nga KQZ-ja, do të nisë zyrtarisht procesi për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e institucioneve të reja të Kosovës.